Zoti Zaçe, ju flisni shpesh për një agjendë globale që po kontrollon botën. Kush janë realisht arkitektët e këtij sistemi dhe pse pikërisht tani po bëhen kaq agresiv? Faleminderit për këtë pyetje, se kam dashur kohë që ta trajtojmë në media, pasi ka qenë gjithmonë evidente, po media më në fund tash i shkujtuar që të shikoj, sepse tani po i shikon të gjalla gjëra të prekshme. Deri tani ajo qeveria në hije, ose ata që sundojnë realisht botën, s'kan dalë ndonjëherë kaq hapur siç po dalin tani. Në 1776, dhe mos gaboj, po 1776, një qikut Gjerman, Weishaupt, krijoi të ashtuquajturën shoqat të iluminatëve. Dhe mbi bazën e teorisë të këtij qikutit u krijuan ndonën dhe iluministët e revolucionit borgjes francez të vitit 1789. Siç ishin Marati, Robespierre, Dantoni, Emerat të tërë. Dhe në 1793, po në 1789 këta që nisin këtë revolucionin borgjes francez, atë revolucion në fakt nuk e bën qytetar francez. Atë revolucion u paguan doker, punëtor, emigrant nga gjithë bota që ishin grumbulluar në qytetin port të Marseilles në Francë, dhe u ndërsyën u paguan me para në dorë, u dhanë nga një kapele të kuqe, dhe po të vini re simboli i masonëve i tyre Rothschildëve është kapelja e kuqe, dhe marshuan drejt Parisit duke u thënë që ne do vrasim mbretin që të shpëtojmë të jemi të lirë, të fitojmë lirinë e tjera, dhe ndorën dhe ato të tri fjalët humanite, liberté, fraternité, që në fakt që të trija ishin një mashtrim dhe mbetën një mashtrim dhe sot e kësaj dite. Ishin këta që bën revolucionin borgjes francez të 1789, se në 1793 ishin po këta Rothschildët të nxitën ky, se Rothschild e mori atë mbi emrin më vonë, por Adam Weishaupt kishte 5 djem, të cilët i çoi një në Napoli, një në Londër, një në Paris, një në Gjermani, në Berlin dhe një tjetër e dërgoi në Amerikë. Pra ishin 5 djem të tij që krijuan për herë të parë bankat në botë. Dhe janë këta që menaxhojnë të gjithë paranë botërore, floririn e botës. Duke pasur para në dorë, i kanë të tëra, dhe në një nga thënjet e Rothschildit, e pamshmja, është kjo që do t'ju them tani. Më jepni të drejtën të emetoj të shtyp monedën dhe në qeveri të jetë kush të doj. Dhe praktikisht me para ata bën gjithçka. Dhe pikërisht me para po organizojnë të gjitha luftrat e botës, ata e bën revolucionin në Francë dhe me 1812, dhe me 1832, dhe me 1812 dhe 1848, dhe me 1871 me komunën e Parisit. Dhe komuna e Parisit së gjithë tjetër vetë krijesë e Rothschildëve dhe Illuminatit për të qeveritur botën, për të mashtruar njerëz. Por do vi tek një personazh tjetër që është i po kësaj linje dhe i po kësaj rrymë, tek David Rockefeller, i cili në fillim të shekullit, në fund të shekullit të kaluar dhe në fillim të 19 dhe në fillim të shekullit 20, doli me teorinë e lirive dhe të drejtave të grave, duke i futur edhe gratë në punë, që të ketë ato drejtat barabasa si burra, që të votojnë e tjera. Dhe çfarë ndodhi? Ky ishte mashtrimi më i madh që i bërë gruas në gjithë botën. Çfarë mashtrim? I hoqi rrogat e punëtorëve, të burrave, dhe i ndau në 2 pjesë. Po të gruan në punë dhe po të njëjtën sasi parash, që paguante për burrin, tani paguan dhe për burrin dhe për gruan. Pra, praktikisht ai nuk humbi gjë, vetë se fitoi edhe një herë më tepër, duke përfituar nga vlera e punës të prodhuar nga gra. Dhe pikërisht putja e gruas në drejtimin e shtetit shkatroi të gjitha shtetet. Dhe po i shkatron dhe sot të kësaj dite.
Vijmë tek mënyra se si qeverisin botën. Ata paguan dhe investuan në luftrat midis vendeve të Evropës, midis Francës dhe Antantës, mashtruan me bursat në betejën e Waterloos, njoftuan sikur ishte fituar ai Napoleoni, në fakt Napoleoni kishte humbur, dhe në Londër ata fituan miliona sterlina me këtë mashtrim. Dhe këtë punë, këtë loj, këtë krim kanë bëjnë dhe vazhdojnë ta bëjnë dhe sot e kësaj dite. Janë ata frymëzuesit dhe investitorët dhe ideatorët e komunizmit dhe të revolucionit bolshevik. Janë ata që komandojnë sot praktikisht në të gjithë botën. Dhe mbi këtë bazën e politikës tyre, të veprimtarisë tyre, bota sot ka hyrë në kaos. Dhe do vinë tek jeta aktuale, ose tek shteti jonë, më mirë me thënë. Shtetin tonë, ata janë pikërisht ata që e bën një kavje. E bën kavje duke eksperimentuar për herë të parë marrjen e pronës. Bie që në një shoqëri, gjitha shtetet, shoqëria njerëzore mbështetet mbi pronën private, mbi mjetet e prodhimit dhe mbi pronën private në përgjithësi. Ata në Shqipëri na shpronësuar në 1945 që morën pushtetin pasardhësit dhe shpionët e tyre, me nder komunistët shqiptar dhe shpronësuan popullin. Populli nuk u ndije. Nga momenti që populli shqiptar nuk u ndije kur e shpronësuan, ata korrën fitore më të madhe të mundshme. Sepse e panë që populli po i hoqe pronën dhe po e shtermove, nuk ka si lëviz. Dhe praktikisht ne që nga viti 45 deri sot e kësaj dite ne jemi të shkelur, të dhunuar, të poshtëruar, të grabitur, të vjedhur, ne kemi pësuar të tëra zeza, po nga këta. Por, ta nuk qeverisin vetë në media, nuk dalin vetë në për konferenca shtypi, nuk dalin vetë në për mbledhjet ndryshme ndërkombëtare, por vënë semente e tyre, si që kanë vënë aktualisht Trumpin. Trumpi në fakt e ktheu Amerikën koloni të Izraelit. Dhe Amerika sot po punon dhe po lufton, po ndërgjak për Izraelin, jo për Amerikën, jo për popullin amerikan. Kjo është ajo e ashtu quajtur edhe jo e ashtu quajtur, po qeveria reale që qeveris botën. Ta janë Rothschildët, Rockefellerët edhe pasardhësit e tyre familjet e mëdha që quhen në Amerikë. Janë ata që nxisin çdo revolucion, që nxisin çdo kryengritje, çdo dhunë dhe çdo krim. Janë ata që krijuan e kanë në protokollet e tyre të vitit 1890 dhe më mbrapa, protokollet cilat u zbuluan në 1905 në Rusi dhe pasaj u transportuan në Francë dhe pasaj u botuan në gjithë botën, të cilët nëpërmjet këtyre protokolleve kanë shpalosur dhe programin e tyre, të cilin unë kam në zyre, kam librin e tyre, që gjitha ato pikat e programit, po midis atyre pikave të programit do t'ju them vetëm njërin që u materializua dhe që më dha mua të gjithë të drejtën qytetare, njerëzore, të denoncoj që vaksinat ishin vdekje prurse. Fakt që është vërtetuar katërcifërisht dhe tani që po plas me juve. Pra po vdesin ditë për ditë me qindra dhe me mijëra njerëz nga vaksina. Dhe ata në një nga protokollet e tyre thonë ne do ta zhvoglojmë popullsinë botërore nëpërmjet urisë, luftrave, sherreve, grindjeve, midis shteteve, midis popujve brenda me luftë civile, edhe nëpërmjet vaksinave. Vaksinat më 1990 ne nuk i njefim, bota nuk i njefte. Dhe nëpërmjet vaksinave, ata kanë, sidomos që nga viti 1990 e këtej, që po i vrasin njerëzit nëpërmjet atyre vaksinave. Një prej cilave ka qenë dhe mbetet akoma vaksina kundër gripit, që nuk ishte një tjetër dhe nuk ishte tjetër veç se vrasëse e qytetarëve që i marrin këto vaksina, që u jep një farë imuniteti kafshi gripit, që kaloj një grip të lehtë, si thua, krahasim me tjerët, por që në fakt shkatron
organizmin e tyre shkatron ADN dhe i çon drejt vdekjes. Këto janë mjetet dhe mënyrat se si ata qeverisin botën. Do shkojmë në Gjorgja të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju keni parë që, sepse e keni dhe në Google mund t'i shpletoni dhe t'i shikoni, kanë qenë 4 kolona të mëdha dhe një tjetër mbi tokë 5 në formë monumenti, në të cilat ishte shkruar në 10 gjuhë të botës aktuale dhe në 4 gjuhë arkaike. Kush thuhej se globi nuk është në gjendje të mbajë më shumë se 550 milion banor. Aq shkruanin ata dhe këtë donin të arritin. Dhe këtë e kanë bërë nëpërmjet luftrave të ndryshme për të redukuar popullsinë, nëpërmjet vaksineve, nëpërmjet ilaçeve të infektuara, të helmuara, nëpërmjet helmeve të ndryshme që fusin nëpër ilaçe që ne nuk e dimë se marrin. Dhe e kishin vendosur këto pllaka në vitin 1965, nuk dihet se nga kush dhe kur. Dhe mbasi plasi skandali i denoncimit të vaksinave që ishin vrasëse, i rrëzuan para një vite gjysmë. Vajtën dhe i hodhën nerë. Nuk u muar vesh as kush i vendosi atë program atje, anti-njerëzor, shtazarak, as kush i rrëzojnë këto. Pra, të gjitha këto projektemi janë prova dhe janë fakte të pak kontestueshme dhe të pak kontestueshme nga kërkush që ata po vrasin njerëzimin dhe janë ata fajtorët dhe shkaktarët e gjitha luftrave sot në botë. Ju thoni që liderat botëror janë thjesht aktor në një skenë të paracaktuar, po Edi Rama dhe politikanët tanë, janë pjesë e këtij skenari apo thjesht janë spektator? Këta janë, di që janë këta, nuk di fjalë për buzë që ta them. Këta janë ca lëpirsa, ca zbaranik, ca njerëz pa dignitet, pa personalitet, s'kan tru fare në kokë. Dhe që u bindin verë bazi urdhrave të atyre. Nuk janë këta s'ka, janë pjesë e tyre, janë thjesht shërbëtorë të tyre, që u thonë do bëni këtë dhe pikë. Dhe do marrim kryeministrin tuaj se imi nuk është, i cili nuk guxon që të bëj debat me ne të dim të abim debatin dhe dim që kërkojmë, një gazetare, një vajtere, një Ambrozia Meta e bën atë që shef ëndra me sy hapur dhe i prishet gjumin natës. Dhe nuk është në gjendje që të debatojmë me të. Më do marrë neve. Pra, këta nuk janë njerëz që nuk është politikan që të bëjë një politikë dhe të dihet që këtë e ka të ti, janë mendimet tia. Absolutisht jo. Ata iluminatë ose masonët ose qeveria mje, na kanë sjellë në Shqipëri një këshilltar të Edi Ramës, se ju e dini shumë mirë, është Qifut. E ka deklaruar vetaj që e kanë zyrë. Dhe çfarë ndodh sot në Shqipëri janë pikërisht urdhrat atij Qifutit që është në zyrën e Edi Ramës dhe që komandon shtetin shqiptar, komandon ekonominë, kulturën, të gjitha. Janë ata që dhanë urdhër të çarmatosë Shqipëria dhe ne jemi të çarmatosur. Janë ata që na kanë lënë zbuluar para çdo lloji agresioni. Këto janë fakte që nuk i kundërshton dot kërkush. Dhe këta politikanët tanë, se nuk është vetëm Edi Rama, se duhet jemi të sinqert me veten. Është Edi Rama, është Salihu, ishte Fatos Nanua, ishte Ilir Meta, ishte ky Gujpleni Qiqesh, ky që ka qenë kryeministër Qiqesh, Majkua, e të tjerë janë të vegla, instrumenta, kaçavida dhe pinca në duar të atyre që komandojnë botën. Se këta s'bëjnë politikë do të vetë. Këta s'kan tru të bëjnë politikë vetë. Po as pranojnë që të bëjnë intervista që të ne japin zgjidhje, ne japin përgjigje për pyetje që do të bëjnë. Unë i sfidoj dhe nëpërmjet programit tuaj. Të më pranojnë në kanalin tuaj se kudo në cilin do kanal të debatojmë bashkë. Por nuk do vinë. Nuk do vinë me duke justifikuar që ne nuk japim intervista si do kudo. Pak, pyetjet që do të bëj unë dhe që i bëj unë janë të tilla që ata i mbërthejnë me shpatulla për muri dhe që nuk kanë këllë që t'i kundërshtojnë. As ti jemi poshtë. Kështu që këta janë thjesht ca
ca bëlëpirës të atyre, ca lustragji të këpucëve të tyre, por që ju alustrojë këpucën duke e lëpirë me gjuhë. Jo me mjete që punojnë gjithë lustragji. Këta janë një pa dignitet, pa shtullkurizore, pa personalitet, pa nder, janë gjithçka veç njerëz nuk janë. Ram, Berish, Nano, Met, Majko e kujdo që ka kaluar. Marrën president, i vetmi president që pati kurajo dhe bëri ca gjëra në Shqipëri ishte Alfred Mojsiu. Nësa president të tjerë, thjesht kanë thënë Amino Hoxha. Dhe do marrim këtë të ashigoj që president që kemi tani. Ky është mirë të vejtë historinë i sëmur, pra të di se ka mbaruar shkollë, por politik nuk mëndot. Ky e ka bërë kurizin Samar Gomari për të hipur Edi Rama Bita. Ky s'ka personalitetin dhe integritetin e një presidenti. Ky ishtë thjesht mjet në duar të Edi Ramës. Pse mendoni se Shqipëria është një laborator eksperimental për politikat e huaja? Çfarë po na fshihet ne si popull? Nuk mendoj unë. Ashtu është realitet. U a thash realitetin. Ne jemi shtet kavje, popull kavje në duart të tyre. Që do të thotë, më gjeni një shtet, një popull tjetër, një shtet tjetër të cilit i është marrë prona dhe nuk është ndihet. Si neve. Më gjeni një. Në gjithë globin. Absolutisht antikundi. Vetëm të shqiptarë, vetëm të Shqipëri. Dhe goditën popullin që pretendon se është populli më inteligent në botë. Vërtet jemi inteligent, po jemi shumë pak dhe shumica të mbytë. Dhe këta në mbytin neve me policë, me ushtri, me kriminel, me banda kriminelles të futura në pushtet, me bandit të veshur me uniformën e policit shtetit, dhe populli shqiptar ka mbetur në ditë të hallit. E vetëm e një që e shpëton është një kryengritje e përgjithshme, po e them prap, për të rrëzuar të diktaturë dhe për të rrëzuar ata që kërkojnë të na zhdukin nga faqe dheu. Sepse boshatisja e Shqipërisë, marrja e pronave, qetësimi i pronave, çon direkt në zhdukin e popullit shqiptar. Do denoncoj një fakt që nuk e kundërshtojnë dot dhe skandal, as ata të ASHK-s, të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, as institucionet të tjera shtetërore, që ta rrësojnë poshtë. Këta që nga momenti që drejtimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës e mori në varësi direkte, krye hajtuti, krye plehra e këtij populli që quhet Edi Rama, po qetësojnë hartat kadastrale të Republikës së Shqipërisë. Dhe pronat e qytetarëve që u pëlqejnë dikush, i pëlqejnë një oligarku apo një biznesmeni, i uajtin titullin e pronësisë nga qytetari, e quajnë pronë shtetërore dhe nga ky moment pastaj i japin atij që duan. Po të keni dëshirë, mund të vini këtu te zyra ime të u jap 3 prova. Të pakontestueshme, që ka qenë është pronë private me dokumentat e vjetra, është ndryshuar, është bërë pronë shtetërore me dokumentat e reja, dhe në fund fare u jepet oligarkëve. Pra, to janë prova që nuk i konteston dot kurkush. Mirë, po mua nuk më fton njeri atje në studio që ta marrë vesh gjithë shqiptarët.